Bashkia e Pustetësit dhe gjithë zona e Prespës ka një pasuri të jashtëzakonshme, kulturore, historike dhe religjioze, sikurse është edhe kisha Shënmëristu në ishullin e Maligradit, e cila duhet të vizitohet patjetër nga të gjithë ata të cilët dëshirojnë të kalojnë disa pushime tepër çlose dhe ripërtëritse, pikërisht këtu në Pustet, buz liqenit të jashtëzakonshëm të Prespës. Përveç gjithë bukurive tjera, përveç pelikanëve që ju shoqërojnë dhe ju rrethojnë kudo, besoj se ky monument kulture është një thesar i cili padyshim i rrit të gjitha vlerat dhe potencialet edhe turistike të kësaj zone.